zë e flet gjërat tilla. Pse sipas jush përdoren elemente të tillë të luftës së Kosovës në një protestë, apo kur flasim për një protestë e cila reziston mbi 30 ditë, ato elementët të cilët futen janë të shumëllojshëm edhe këtu është e pamundur t'i shpëtosh edhe UÇK-s, apo ka një lloj tendence, ishte tendencioze kjo përfshirja e UÇK-s në? Unë nuk e mendoj, nuk dua ta besoj që të paktën njerëzit me të cilët unë kam bashkëpunuar e kam bashkëjetuar, qoftë edhe në Partinë Socialiste, qoftë edhe në administratën e shtetit, të kenë një paragjykim të tillë dhe për të përzier elementet të luftës së UÇK-s në një protestë mbas gati 30 vjetësh të zhvillimit të luftës. Është komplet e papranueshme dhe nuk jo vetëm që nuk e dëshiroj, por nuk e besoj që ka elemente të tillë. Se si ka ndodhur, pastaj gjithë secili është përgjegjës vet. Si është dukur protesta? Protesta, siç u thash, nisi në fillim për shkak të asaj ngjarjes në Zvërnec, pati ato elementet pozitiv të ngritjes së problemeve nga qytetarët, pati një reagim sipas gjykimit tim nga autoritetet drejtuese të shtetit, po e dëgjonin me vëmendje, por unë mendoj që protesta duhet të jetë e pastër. Dhe protesta është e pasur duke thënë të vërteta. Nëse gjatë protestës fillon edhe të vërtetat thuhen gjysmë të vërteta, ose gjithçka e rrësohet, pastaj ajo humbet bukurinë e vet, dhe për hir të së vërtetës duhet të thënë se me kalimin e kohës e shoh që ka element të dukshëm të kësaj. A besonit ju që në organizimin e kësaj proteste ka ishte element nga jashtë të cilët ishin të impenjuar seriozisht për të dëmtuar Shqipërinë, qeverinë? Element Tirania Angrek? Unë mendoj që gjatë zhvillimit të protestës janë evidentuar edhe probleme të tilla dhe elemente të tillë, por për këtë është përgjegjësia e institucioneve të posaçme që t'ju paraprin këtyre gjërave, të bëhen prezent dhe s'ka nevojë për t'u përmendur në publik edhe për t'u... Mendoni që e kanë bërë institucionet diçka të tillë, që ka pasur reagim në kohën e duhur nga ana e institucioneve, apo ato ngelen në kuadër të një sekreti dhe publiku nuk informon? Unë mendoj që institucionet janë... Edhe me eksperiencën që ju keni? Unë mendoj që institucionet janë në procesin e punës së tyre. Dhe situata të ndryshme nxjerrin element të ndryshëm. Kryetaria e Shërbimit Informativ të Shtetit ka qenë në Komisionin e Sigurisë në mos u gaboj dhe ka raportuar diçka rreth kësaj gjëje. Gjithsesi, nuk mund ta injorojmë edhe faktin se element të këtij informacioni dhe të këtij zhvillimi përbëjnë edhe ato sekret dhe duan kohën e vet për tu ekspozuar. Por shprehjet e hermbaseshme të kryeministrit tregojnë se edhe unë besoj që ka të vërteta rreth kësaj çështje. Por duke gjetur gjithmonë një armik jashtë, ka një mosparje në sy të problemeve reale që ka Shqipëria dhe që dalin në protestë nga qytetarët e thjeshtë? Duket sikur ka një shmangje për të përballur me problemet reale të Shqipërisë? Jo, unë mendoj që problemet që thuhen, ato nuk fshihen. Pastaj, se sa janë të vërteta dhe sa qëndrojnë, ne i shohim vetë se në këtë territor jetojmë. Dhe jo të gjitha gjërat që thuhen nga protestuesit, që hypin njëri mbas tjetrit në ato shkallët e improvizuar atje, janë siç e thon ata. Por ka plot gjëra që janë të vërteta dhe kërkojnë reagim patjetër. Edhe prononcimet e hermbaseshme të kryeministrit gati çdo ditë lidhur me këtë gjë, në vlerësimin tim janë për tu konsideruar, janë goxha të rëndësishme. Unë kam një gjë që kryeministri nuk duhet të marrë gjithçka në përgjegjësinë e tij, por duhet të gjithë segmentet e administratës shtetit, qoftë ministrat, qoftë gjithë funksionarët e administratës, duhet të dalin në zot detyrave të veta. Po duket sikur e bëjnë sepse edhe pas asaj thirrje të kryeministrit, ajo që unë shikoj është një ripostim i postimeve të kryeministrit. Pra duket sikur mungon mendimi individual brenda socialistëve, jo se nuk e kanë, por nuk e shfaqin, thjesht bëjnë një ripostim.
Kjo varet nga aftësitë që ka gjithë secili. Unë besoj që përzgjedhjet e kryeministrit në përcaktimin e kabinetit janë të tilla që gjithë secili t'i dalë zot punës vet. Sigurisht, jo çdo gjë mund të jetë e përsosur, dinamika e jetës, dinamika e veprimtarisë ka defektet e veta, por e rëndësishme është që të ketë reagim për gjërat të korrigjohen dhe gjërat të mos injorohen, të mos përbuzen kur ato ngrihen. Ju duket e drejtë strategjia që kanë gjetur socialistët për të veçuar individ brenda protestës edhe për të gërmuar në historinë e tyre, në jetën e tyre dhe për t'i ekspozuar? Personat që dalin atje, thash, ata dalin në dritën e diellit edhe në qoftë se nuk i njeh njëri, i njeh tjetri, pra ata nuk janë të fshehur, ata janë të ekspozuar para opinionit. E rëndësishme është të marrim çfarë thonë ata. Dhe shumica e kësaj kategorie njerëzish rezulton që nuk thonë të vërtetën, nuk thonë realisht shqetësimet që ka opinioni. Ky është mendimi im. Prandaj dhe shpeshherë opinioni fillon dhe i godet ata që dhe merret me ata, nuk merret me problemin që ngren. Se problemi që ngren ata, pothuajse nuk ekziston ose zgjatet e stërollohet kot pa arsye. Kur bëra prezantimin thash 3 herë deputet ligjvënës i Partisë Socialiste dhe ju keni qenë ligjvënës dhe në atë kohë kur Partia Socialiste ka qenë shumë aktive me protesta e me greva. Çfarë sjellin protestat? Siç e thash, protestat vënë alert çdo segment të ekzekutivit. Flas një ekzekutiv të përgjegjshëm e vënë në alert. Nuk mund të neglizhohen protestat. Ne, siç e thatë vetë, kemi bërë protesta jashtëzakonisht të mëdha. Ne kemi qenë pjesë e protestave ku jemi ndëshkuar që të mos i kthehemi historisë, jemi përballur me akte të pa precedenta të mazhorancës që ishte në kohën që ne bënim protesta. Protestat thash vënë në alert çdo pjesë të institucioneve të ekzekutivit për momentin që ato fillojnë agravojnë. E ka vendosur në alert këtë qeveri? Patjetër. Po. Patjetër.